Parandoj vëllezër, për shembull veç vdekjen. Allah na lehtësoft të gjithëve ya Rabbal Alamin. Kur vdes njeriu, s'ka ku vet në qiellin tokë që e nal këtë akt. Qish ato në njëri? Shkon. Dhe a ka takat dikush me nal? Ja, s'ka takat. A mund tash ti me paramendoj, nalu dhe paramendoj. Çfarë fuqi jo kjo? Kur gjave se në nal vdekjen e njerit. S'ka ve fuqi. Ja do njeri me nal nanën e vet, babën e vet, fëmijën e vet. Allah do tërgjiune. Kthaj? Do me kthaj. O si me kthi më? Si me kthi? S'ki takat. Andaj të Allahu Gjelle Gjelaluhu, walau kuntum fi burujin mushayyada, ju edhe me hije në për kalaja fortifikume, me gurzi, me forcë të madhe, ju zë vdekja. E lusim Allahu që Allah të nazë me iman këtë vdekje. Kur ti e din se Allahu është i vetmi Zot që meriton adhurimin, ajo është krijuesi, ajo është drejtuesi i universit, ajo është mëshiruesi, ajo është mëshirbërësi. Kur ti e di se na këtë Allah e kena më këthia, këtë Allahu kena më këthia. A më që para më kështë vëllezër? Kur vdes njeriu, veç Zoti i mbetet aty. Na e varrosim, e lajmë e këthejmi në për të shpia. Edhe ti natën, veç me Zotin e madhë Gjelle Gjelaluhu ki me met. A mund është me paramendu, ti mi thonë, unë nuk njof, unë nuk e ti kushia, s'kam një kur gja për tyje. Kjo është prej egërsis dhe prej ignorancës së madhe cila kushton. Andaj ka ardhë hadisa i Bukhari nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se kur melekt e pyesin munafikin në varr, kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush, cila feja jote, i thot, o kum një unë me dishka, ama së ne kum një mirë, që si ka pas mend atë, se si ka interesua jo. A vëzëm mësoj e mirë, kush është Zoti jot? Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, kush e një Allahun me emrat e tij dhe me cilësitë e tij dhe me veprat e tij, ka me e dasht Allahun pa tjetër. S'ka qare pa e dasht. Sepse ai i cili e merr vesh kush është Allahu, çfarë emra ka, çfarë cilësi ka, çka ka bo ai, njëri e do. Njëri vëzër është natyrshëm me e dash një vlerë. Kur ti e di se kretat mira që ekzistojnë, Allahun e ka dhënë. Ketaj, çka fillim e mbarim, el awwal wal akhir, fillim e mbarim. Sa duhet me dash këta? Kur ti e din se nuk kam as një grimc begatie, vetë sa Allah e ka